ardhja në Shqipëri e një liderit përbotshëm shpirtëror, e një flamurtari të përpjekjes njerëzore kundër përjashtimit, kundër paragjykimit dhe dasisë mes njerëzve për arsye feje, për arsye etnie, për arsye race apo shtrese sociale, dhe mbi të gjitha pritja e tij sot me kaq dëshirë dhe me kaq entuziazëm nga atë krishterë dhe musliman pa dallim, është në vetvete një mrekulli shumë e rrallë në botën që ne jetojmë, dhe duke qenë pjesë e kësaj mrekullie çdo ditë, mbase ne jemi të parët që e kemi më të vështirë se kushdo tjetër për të perceptuar se çfarë fesari kemi nduar dhe se çfarë detyrimi të jashtëzakonshëm kemi në zemër dhe në mendje të gjithë bashku për ta mbrojtur dhe për ta bërë këtë fesar të rrezatojë anë mban në funksion të nxjerrjes në pa në syt e njëri tjetrit, po dhe të gjithëve, të asaj që është Shqipëria ndryshe. Dhe Shqipëria nuk është një vend musliman, por një vend europian qytetarësh me besime të ndryshme. Mishëron sot një shembull absolutisht të shkëlqyer të bashkëjetesës fetare. Një shembull që, siç e pam të gjithë, tërhoqi sot gjithë botën, jo thjesht mbas vizitës së Papa Franceskut, po mbas përmbajtjes themelore të kësaj vizite, që është bashkëjetesa fetare, e cila e bën Shqipërinë të jetë shumë, po shumë e rëndësishme në hartën e rrugtimit të Papës, por edhe në hartën e rrugtimit të familjes vendeve të lira dhe demokratike, e rrugtimit të paqes, të tolerancës, të solidaritetit me më të dobtit.